Minimi atje është në masën shumë të madhe. I frikshëm. Shumë mina në disa vija të vendosura dhe në thellësi, edhe në drejtimet kryesore, edhe në drejtimin ndihmuese, edhe në pyll dhe në çdo shteg. Dhe nga pamundësia e kohës së vendosjes në mënyrë klasike të minës, se mina duhet të mbuluar që të funksionojë në mënyrë përkryer, ata i kanë lënë dhe kështu thjesht për të ndërtuar murin virtual ndaj kundërshtarit, që aty ka mina dhe ato mina që ata i lënë në një drejtim të caktuar i jashtë, përgatisin artillerinë e tyre me shinjesat përcaktuara qartë, në mënyrë tillë që kur rusët sjellin tanket e tyre antiminë, me ato rullet kështu, ata godasin tankun antiminë. Edhe ky pjesë e frontit bllokohet, stakohet. Pra janë pjesë të metodës së kryerjes së operacioneve mbrojtëse dhe mësymse. Por ju thash, mësymja e famshme ruse ka nisur në maj, nuk e kanë marrë Prokopsin. Prokopsi është silaçi jonë. Ashtu u tha dhe për Bakhmutin. 9 muaj për të marrë një qytet me 30.000 njerëz. Pasaj madhësie se banorët edhe të Prokopsit dhe rrezik kanë ngelur 2-3.000, mund të kemë ngelur edhe pret që nuk pranojnë të ikin nga shtëpitë e tyre, se atje s'ka. Megjithatë aty ka një konflikt të brendshëm, sepse unë lexoja një reportazh, gjithmonë Corriere della Sera, si që ti jemi të qartë, jo në Telegram, ku Lorenzo Cremonesi është një gazetar filo-Ukrainas, thoshte që ushtarët Ukrainas, këta 3-4.000 veta që kanë mbetur, i quajnë bashkëpunëtor të rusëve. Në fakt ata janë pleq që nuk duan se s'kan ku shkojnë. Nuk kanë ku shkojnë. Sepse flitet që u japin objektiva. Po një pjesë e mirë e këtyre ushtarëve që janë, le të themi, që rezistojnë qënshë ukrainase, vinë nga pjesa perëndimore. Dhe ato historikisht nuk kanë shkuar me njerëz. Nuk kanë shkuar me rusët. Në luftë jo, pas në paqe nuk kanë shkuar me rusët. E vërtetë. Gjithsesi, unë i thash, kam admirim të jashtëzakonshëm për ushtrinë ukrainase. Admirim të jashtëzakonshëm. Unë mendoj që po është sakt se kam informacione në këtë drejtim, është sakt që sot NATO, vendet më të fuqishme të NATO-s, kanë filluar të rishkruajnë manualet e tyre fushore. Dhe kanë filluar të marrin instruktorë Ukrainës. Ukrainasit e kanë shkruar manualin e tyre manualin e tyre taktik me gjak. Dhe nuk ka nevojë të ngresh teorira dhe shkruash manuale. Mado që pyetjen e fundit që do të bëja, por gjithsesi e konsumojmë. Dhe rikthehemi pastaj tek situata diplomatike. A ka nevojë që edhe ushtria jonë në këtë zhvillim të ri të rishkruajmë manualet e saj? Është nevojë imediate. Është nevojë imediate. Në çfarë konsiston? Do të thonë duhet të ngrem reparte drone? Duhet të largohemi nga metodat klasike të organizimit strukturor dhe të armatimit të ushtrisë tonë. Do të thonë, sot nga përvoja e luftës në Ukrainë apo dhe në Gaza, i duhet dhënë parësi absolute dy drejtimeve të zhvillimit strukturor, të trajnimit, po dhe të armatimit pajisjes. E para, nevoja jonë për mbrojtje kundërore është ulurice. Është shumë e kushtueshme, megjithatë është pjesë e asimetrisë. Ju thash që serbët dhe kroatët blenë nga një skuadrile me Rafale 3 miliard euro për 12 avion, edhe bashkë me sistemet e tyre. Ndërsa ne mund të blejmë me disa herë më pak vlera, një mbrell dy shtresëse kundërore, që maksimum mund të kushtoj 200-250 milion euro. Por, Rafalet, që kjo skuadrile me Rafale
është e azjesuar. Pra, kjo është pjesa e parë dhe pjesa e dytë. Nuk mund të kuptohet tashmë një skuadër, një nënrepart, një repart, apo një njësi, si që është brigada, pa pasur repartin e vetë të dronëve. Dronë zbulimi, dronë të korrigjimit zjarrit të artillerisë dhe dronë të goditjes. Pra, dronë kamikaze. Pra, të goditjes, dronë kamikaze. Pra, një batalion, i cili në formën e vetë klasike, ka pas 3 kompani këmësorie, një kompani kundër tanke, një kompani mortajash, një në repart kundaeror, gjenjo, kimi, dërlidhje, prapavije tjerë, tashmë këti batalioni, i cili formën klasike duhet të ruaj, sepse kështu është e nevojshme, e domosdoshme, këti duhet të shtohet automatikisht edhe një kompani dronësh. Nga një mitraljer kaluan të dronët? Jo, mitraljerët do t'jenë aty, sepse në fund fare, lufta e bën ushtarin transhe. Ne kemi avantazhin e madh, ju e kam thënë, që çdo lloj mësymësi në një kohë të caktuar, moment të caktuar hipotetik, do të detyrohet që të deportojë në tokat shqiptare. Kur them tokat shqiptare dhe ato të Matandrinit, do të detyrohet të hyjë në Lugina. Dhe Lugina është shumë e thjesht për të bllokuar në kushtet e mjeteve të sotme moderne. Pra, ushtria jonë në tre drejtime duhet që të ndryshoj veten në mënyrë të shpejtë. Të filloj të ngrerë një kupol, me koncept një të mbrojtjes kundarore. Kundarore bëhet fjalë çdo lloj rreziku kundarore. Të filloj të ndryshoj dhe me njëherë të fus repartet dhe nënrepartet dhe repartet e dronëve. Këtu përfshirë dhe kapacitetet të goditjes operative. Dhe kur them goditjes operative në thellësi, nuk kushtojnë shumë ata dronët Ukrainës që godasin objekte dhe rafineri ruse. Ta shahetët ose Geran që u vjetë mirë kushtojnë. Po pra nuk kushtojnë shumë. Ne du të kemi edhe një sasi minimale të deterencës së thellësisë. Vetë marim, ne mund t'i prodhojmë dhe vetë, po ka shtetet tona alate që kanë dronë të tillë, që kanë edhe mjetet masa shumë fuqishme kundra elektronike, që mund të deportojnë 300, 400, 500 km në thellësi. Aq na duhet ne. Po kesh parasysh hartën një 500 km thellësi na duhet ne dhe jemi me deterencë. Dhe e treta, shtylla e tretë është manuali stërvitor i ushtrisë duhet të ndryshoj dhe të hecë në një hap me mësimet e nxjerra nga lufta në Ukrainë. Merë 20 oficera Ukrainës. Zoti Shuko, në fakt gjithë ushtrit perëndimore dhe jo perëndimore, varet nga arreshtimi që kanë çuar ekspertë të tyre në front. Aleatët e Rusisë kanë çuar ekspertë të tyre për nxjerrë mësime. Nuk po flas për trupat, po flas për oficerë që marrin eksperiencë. Gjithashtu perëndimorët kanë në terren tashmë prej kohësh oficerët e tyre. Unë mendoj që perëndimorët nuk i kanë terren. Në ushtrit perëndimore janë ekspertët Ukrainës. Ata që kanë dalë jashtë shërbimit, ata që janë të plagosur, ata që u shkojnë për të dhënë eksperiencën e tyre, sepse kështu është domosdoshme marrëdhënie dy palshe midis vendeve aleate. Oficerat Ukrainas shkojnë, kanë vajtur në shtabet e ushtrive perëndimore dhe po japin eksperiencën e tyre, po rishkruhen manualet të cilat ukrainësit i kanë shkruar me gjak. Po bëri përshtypje, italianët për shembull thoshin që neve momentalisht 50 tanke kemi operativ ushtria italiane. Ata kanë me mira tanke, por i kanë çarmatosur, që i kanë futur në konservim. Operativ, thoshin kemi 250, nga cilët po të bjerë bilbilit atë vetëm 50. Po s'kan njerëz, jo tanke. Kjo është akoma, okej. Dhe thoshte një diçka tjetër që
E me gjitha të thoshte për të ardhur, për të hyrë rusët ta zëm në ata kapnin skenarin më dramatik. Për të hyrë rusët në Itali, edhe ata vetëm një lugim kishin ku mund të hyrin. Jo, lugim do të rusët në Itali, po Sepse do të kalonin kolektive. Po ta zëm, po shte edhe në qoftë se mbesim individualisht, vetëm në një lugim mund të hyrë në Apenine. Po pra. Jo, po të arrin deri në Itali. Italia do t'i duhet këtë të fuqishme flotën, që nuk e ka. Në vërtetë. Njëri nga ata thoshte kemi një aeroplan mbajtës e gjysmë. Sepse atë po e çarmatosin Kaburin apo bën një tjetër. E kanë një aeroplan mbajtëse moderne, e kanë të pajisur me F-35-a. Po pra, po Kaburin e kanë duke çarmatosur, dhe thoshin kemi një e gjysmë. Një Megjithëse kanë një industri shumë të mirë të Leonardo që kanë tjeret më të mira të prodhimit të luftanijeve